Zoti besoj që nuk pajtohet me agjerimin që bën tek feja muslimane. Edhe ti ndalohet uji me pi ujë, sidomos uji, edhe ushqimi. Do me thonë, organizmi ka nevojë për vitamina dhe ka nevojë sidomos edhe për ujë. Gjatë 60 ditë, si duket ashtu, ushqimet që janë më të lehta, mirë po unë e kam një pak a shumë jo kritik, por dhëmshuri, se edhe Zoti besoj që nuk pajtohet me agjerimin që bën tek feja muslimane. E bëjnë. Pse? Sepse është sakrificë 30 ditore, kur organizmi i njeriut kërkon mas pak 3 deri 5 litra ujë në ditje. Edhe këta ja ndalojnë vetes. Më thonë, as Zoti nuk pajtohet kur shëndeti i një personi që vetë Zoti krijuesi e ka kriju, edhe ti ndalohet uji me pi ujë, sidomos uji. Edhe ushqimi. Do me thonë, organizmi ka nevojë për vitamina dhe ka nevojë sidomos edhe për ujë. Edhe tash vjen për shembull çdo gjë rrotullohet ndryshe, mbrapsht, derisa organizmi i njeriu është mësuar të hanë 3 herë në ditje, atëherë duhet me hëngron edhe natën të pushon, këta natën quhen edhe me hëngër, me pi, tërkohën, edhe ditën me fletë edhe me pushu. Tani vjen, do me thonë që edhe Zoti këtu nuk pajtohet pa marrë parasysh, sepse këto mundet me thonë që jemi ma për afër Zotit. Nuk është e vërtet ajo që është ma për afër Zotit, por në kohrat e lashta, do me sijet, me thonë njerëzit kanë qenë të dëvorfën, mungesa ushqimit ka qenë e madhe, edhe atë unë e di si pas të gujdonave, si pas njerëzve të cilët kanë komentu këta, Ramazani ka qenë vetëm 3 ditë. Mirë po, normal, me shfaqjen e njerëzve, teologëve të ndryshëm, edhe e kanë bë 30 ditë. Edhe kështu që unë tash Zoti i bekoft, Zoti i mëshiroft, Zoti ja urujt shëndetin 30 ditë. 30 ditë, do me thonë, është sakrificë e madhe, mirë po, janë edhe, kjo sakrificë është edhe kundër Zotit. Kundër Zotit se damtohet. Kam hasë në shumë raste, kur ka qenë duke agjeruar, personi X ose shumë X persona, atëherë edhe jenë sëmu. Atëherë edhe kanë ra edhe në konflikt edhe me familjarët, sepse ka qenë agjerushëm edhe e ka pas mungesën ose të ujtë ose të ushqimit. Edhe kanë bo aqë shumë zhurmë, kurse gratë në anën tjetër kanë qenë sakrifikuse, dhe më thonë burat tër ditën kanë fletë, tër natën kanë hangër, kurse kur vjen koha e iftarit, me bo iftarin, ata gratë janë sakrificë e familjes për ta pregatit si që pregatitet iftari, për shembull, prej supe deri në ëmbëlsirë. Edhe unë këtu e shofi një padrejtësi njerëzore që shpërfaqet në kohët sodit, sepse atëherë ka qenë mesjet, edhe njerëzit shkaku i mungesës të ushqimit edhe kanë agjeru, normal, edhe kanë thonë, hajde të agjerujmë, të bëjmë, ndoshta bëjmë sevap. Apo kupton, kurse sot nuk ka as mungesë të ushqimit as kur gjë. Sot mundet se njerëzit me ushqimet të sodit që janë, njerëzit kanë nevojë më shumti të hanë ushqime vitaminoze, edhe kështu që mos shkon deri te kërcënimi i shëndetit të çdo personi të i cili agjeron.